Kemi humbur pak situatën me Edi Ramën. Po megjithatë, ta lejmë të shkojmë e të kthehemi tek rrënjët e kanalit tonë. Tek ekonomia. Problemi ekonomik në gjithë Shqipërinë është shpenzimet e vogla të përditshme që nuk i llogarisim dot. Domethënë, nuk është problemi të do pishi kafe apo 2 kafe. Por, po ti shikosh në të ardhmen, do shikosh që 2 kafet, 3 kafet në ditë, për një vit janë goxha para dhe pa investim që mund të bëni këto para. Mund ta them një fjalë që është më ndryshe, që të dalësh më shpejt në pension, që s'është nevojë të punosh deri në 65 vjeç, që të dalësh në pension në Shqipëri. Problemi është që më shpejt, sikur vetë 65 vjeç, nuk do kesh mundësi të punosh siç punon 50 vjeç, 40 vjeç apo 30 vjeç. Do të thënë do dalësh pension, do jesh duke ngrënë ilaçe, do dalësh xhiro, do lozësh domino, do lozësh shame, pleqt e tjerë. Është puna që sa të ke mundësi, për 50 vjeç, të kesh mundësi të dalësh të bësh problemi ekonomisht ky është. Do thuash ti çfarë do të dalë të pi kafe? Sigurisht do dalësh të pish kafe. Problemi është që çdo kafe të ketë edhe metër. Nuk ka të bëjë se do vesh të hash një herë jashtë, 2 herë jashtë, është logjike të tërë e bëjmë këtë. Por, po ti vesh në një balancë të gjitha këto, do kuptosh se në qoftë se ti do kishe mundësi të investoje, nga 3 kafe që do pish në ditë, pi 2. 1 kafe investim, po ta bësh në ditë, në fund të vitit, po ta kuptoni, janë aq shumë para, do thuash ti po tani dhe pa kafe, dhe me kafe dhe pa kafe. Po kur dvesh 50 vjeç, 60 vjeç, do kuptosh se sa shumë të kanë kushtuar në jetën tënde këto kafet. E tepërta, jo se mos pish kafe, se do unë pi kafe, çdo njeri pi kafe. Problemi është vazhdimi.